Po vazhdoni me qëndru me #Gjesin, në pjesën e parë të emisionit e kam të ftuar një nga çiftet më virale sa i përket pjesës së fitnessit. Bëhet fjalë për Ekzonin edhe Migenën, që ata kanë ardhur sot, do të bashkëbisedojmë me ta, na tregu për jetën e tyre të përditshme, çush është me punu gjatë tërë ditës bashkë dhe me qenë, po ashtu edhe në shtëpi bashkë. Ata janë të martuar, kështu që unë veç po ju them mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët. Faleminderit shumë për ftesën. Qysh jeni me këtë mëngjes, po besoj që ju s'pritoni mu që herët, se masi vish jeni merreni me fitness dhe jeni trajner atë fitnessit, e dim që ju qoheni këgja herët. Ja, tash jena mësu, nuk ka bo njës, s'po dim as që ka bot, kur po flem, kur po qohëm, o bo njëjtë, gjithë Po, unë zakonisht na qohëm herët se e kena edhe palestrën që du të me qelë herët, edhe nuk ka bo rutin tash, kur po ki obligime shumë, nuk po mundesh edhe me flejt. A është kështu në njëni që është ma gjumash a ju? A jeni mësu të është të tëtë? Paj, s'po di qa me tonë. Nuk po mundesh edhe me dash me flejt, s'po mundesh se po ki punë. Kjo, për shembull, i ka vajza që du të bishu unë kopsht mëngjes. Unë e duna me shku me hap palestrën edhe të është... Obligime. Obligime, kur ki. Shumë veç ndoj vikend. Ma den, po edhe në vikend s'po mundem se kur po të mësohet rutina të A keni bile vikendin e lirë? Po, e kena një biznes, e kena të lirë. Në palestër nuk punojmë vikend, dhe këtë biznisin tjetër që kena me produkte healthy që i prodhojmë familja janë, aty jena edhe në vikend punojmë se si pas kërkesave të mëdhaja duhet në punu. Atër unë e përmenda paka shumë që ju jeni të martuar dhe punoni bashkë, jetoni bashkë, që po të me ditë pak për ditëshmërinë e juj, mas pari qysh jeni njoftu? Keni qenë të dytë trajnera të fitnessit që pas taj më vonë jeni njoftu, apo puna ju ka bashku që me punu bashkë? Po, une, kur e kom taku Mirgenën, ju më konë këtë profesion të fitnessit, edhe kjo ka punu një fitness atje në qytetin e vetë në Gjakovë. A, të Mirgena prej Gjakovës, a? Po, po. Ti prej Pejës? Unë e prej Pejës. Ka pej me Gjakovarë. Po, na, peja me Gjakovë është e lidhën e shumë. Do më po shkoj ka në bashkë? Po, shkojnë bashkë. E kena, na pejon të kena zakon mi u marë vajzat Gjakovarë. Edhe që aty jena njoftu për mes ushtrimeve që shtu që edhe të shi jena ngucka pak e që shtu që. Sa vite ju ka bo? A e pinëmranja ju? Po, në bonja gati një 8 vjetë po. Okej. Një kena edhe 2 vajzat vogla bashkë. Mirë. I paqet me jetë gjatë vajzat. Masi vëqë që dhe jeni prind, edhe përmendet po ndalim pak të kjo pjesë, qysh ka qenë për juve, hajtë që me Ekzona vënojna masi veç, me Migenën, më falë, qysh ka qenë për ty Migenë, masi që je bonon? Një ndjenjë këtë ndryshe për asaj kur je vajzë e re, e ki edhe mendjen pak ma ndryshe, nuk ki shumë obligime, ade në krymë punën, vjen shpe, del, këtë është ma ndryshe kur je... Rutinat ndryshoj krejt. Ta është me vajzat është pak ma ndryshe, obligime pak ma shumë, për kushtim duhet pak ma shumë. Ato dalmet pak duhet mi ndalë. Po besoj që edhe komplimente për dukjen mërë, masi që edhe sidomos masi që je bonon, se e dim që është goqa shumë e rëndësishme për, sidomos për gruan me u kujdes për vetën, pasi që të bëhen nëna. është pak e fështirë, është aja pjesa masit lindë, është pak e fështirë dhe sa e merë vete, po kur ki motiv, kur je motivume për vetën tonë e spari, atër vazhdon ushtrën e ja dedikon vetës pak. Edhe bebes edhe vetës. Dijat për njerë, unë e ku marë beben me veti edhe jam shku kom ushtru. 3 javë që kom pas beben. Mas 3 javë ke shku me ushtru? Mas 3 javë kom fillu edhe kom marë me veti që është në Meksikoz edhe kom ushtru. Ajo ka flajt, unë e kom ushtru. Do shmë kom pasqyra e klientit, abdin kur që klientit ty që je me trup mirë si trenera i ka motiv. Abdin që ta du të me këshyr shumica e klientëve në Kosovë që meren me sport. Me këshyr trajneri njëre, se kur në pisho do trajnera me do s'po ditë se s'kom qef më konë shumë negativ, po a i mas pari trupin e vetë se ka kërka, edhe tash do në ushtru tjerë. Na do të më konë pasqyre mas pari, me pas trupin tanë që shduhet, por me motivu tjerë.
Ta manë me qenë shambull Po që aja do të më konë shambull, edhe kjo e ka pas që ata pasqyre që kur të del klientit mi dalë që shduhet. Edhe ton kohën e ka motivuar, adin tash nuk do me thonë që e bo non me lëshu vetën. Edhe shumë femnave, shumë grave ju thëmë. Adin ki lind, për hajrë të koftë fëmija, po duesh... A keni shumë gra, për shambull, që pas lindjes vinë të kjo fitness dhe dojnë me ju rikthy vetës. Ndoshta kanë shtu shumë peshë dhe thonë që okej, tash po du me u rikthy në formën tam, qysh me ja bo, cilat janë këshilla që ja japni? Janë moshat e reja shumë të vajzave që janë bo nona, këto janë ma shumë që kërkojnë me pas trupin adin më konë mirë. Ka dhe asi që... Të thojnë, jo, për tash janë bo nona. Tash janë bo nona, e lëshojnë krejt. Adin tash janë martu dhe me thonë, jo se zbëna ashtot se shkon buri të tërka. Këshyrë të tërka, duesh me mbajt vinë e trupi. Po, në është mas pari është për vetën, me uni mirë me vetën. Unë kom qef realitetin me folë. Edhe duhet gjithmonë me folë realitetin, tash a i vjen mirë, a si vjen mirë, mu më vjen kesh, po... Ku ke i drejt për drejt? Shumë duhet më konë, na, unë si trener duhet më konë që shdot. Zban me abo rafsh, me abo ajtë sasi, me kritiku, kur është kesh trupi, është kesh. Adin, duhet që shdot. E cila është këshilla ndoshta që ja japni mas shumë të dikujt që vjen për herë të parë, nuk ka ushtru asnjëherë fitness, edhe tash për shembull po don me fillu fitnessin. Çka duhet me bo mas pare? Cila është këshilla që ja japni? Se ka për shembull shumë duket që shkojnë me ngrit me një herë pesha. Duket që mas pari duhet me mësu me peshën e trupit tënë, me i bo ushtrimet e pastaj. Po, këtë mbaret prej klientit çfarë gjendje është. A din çfarë gjendje është nën pesh, është në mbi pesh. A ardhë me hum pesh, a ardhë me shtu pesh. A përdi se këtu lujnë rol këto shumë. Tash nëse ardhë me hum pesh, atër janë programe që na japim edhe planin e ushqimit. I ndihmojnë për ka ushqimi shumë, se që ajo është kryesorja. Ushtrimet nuk lujnë rol shumë, sa lujnë rol ushqimi që ka hanë. Edhe normal që i ndihmojnë për si çdo fillestarit i rim të në kohën gati, me ushtrime pak më atleta. A përdi jo me shtim me njëherë ushtrime tronda. Adin, jonë dësende... Cilat janë pro gabimet ma të shpeshta që i bojnë kur fillojnë fitnessin? Gabimet ma të shpeshta janë që nuk meren me instruktor. Nuk bojnë, do më thonë, bashkëpunim me neve. Apo kuptojnë, najna të hapun, nuk është të thonë me gjithmonë me pages. Unë e muj me punu edhe pa pages, në i këshill me ta jep. Jo veç në palesrën teme, po kush do që i ka nevoj, gjithka në Kosovë, veç letë më shkruunu në qka di, me mundësit mija kom i ndimu. Po jo me hi, do me thonë, me vetë qatë gjibitin, se qatë gjibitia nuk mundet me ta ditë ty sistemin shëkia, po kuptan? Najna të hapun mi ndimu, me përkra që ka nevoj, po duhet më marrë me neve, duhet me vetë instruktorin që është në palestër, ku do koftë, se krejt instruktorat më mërmenda që sa do pak din edhe mundin mi kalëzu çdo fillestarit që ka me bo. Nuk u gjënë tash me i direkt me pesha tronda, duhet me i me nëzemje ka pak me pesha më atleta, gradualisht të shku të ishtu pesha. Migena veç e përmende që pas 3 javë, veç 3 javë që ke linë, ke shku me bebën në palestër. Qysh ka qenë kjo përditshmëri për ty, të regon pak edhe përbësoj që ke qenë edhe inspirim i shumë grave aty kur kanë orë dhe të kam pa që me bebe. Ku e ke gjetë vullnetin, se ndoshta kjo është pyetja më shumë ti që e bojnë, që ku e merr vullnetin me një bebe të sapo lindur me shku edhe me ushtru edhe me marrë me vete? Në lindjen e parë, do më thonë, kur kom bu vajzën e parë, kom ndajt në shtëpi ma gjatë. Se jo, era e parë që më bu nane, ade jo mos dil një 40 ditë që ato furët që janë shqiptarve, kom ndajt në shtëpi, do më thonë, kom ushtru, po jo aq aktive sa herën e dytë. Kër kom bu vajzën e dytë, kom pa me njerë vetën që kom nevoj me ushtru edhe Egzoni më thoi ka hajde me ushtru, hajde se s'ka lidhje, hajde, edhe ka qenë periudha që atare verës, adin veç e me ndojsha vetën, thësha tash doj me shku në deti, qysh me shku në këtë gjendje, adin të e shti vetit në kuj që duna me ushtru gjithë shysh, se une veç e kam rutin, tash se një dit nuk ushtroj smuna, adin e jena mësuna të nkonë, e lyp trupi që ashtot edhe. Po, pas lindjes është fështirë me u rikëthy në formë, sepse e dim që pak trupi i grus është ma fragil tash pas lindjes, edhe ndoshta muskujt lëshohen pak. Edhe për lindjes, qëfar lindje ki, nëse e ki naturale është pak ma let me u rikëthy, se normal gjatë procesit lindjes të pastrohet trupi, ndryshon. E nëse je
operim, po cezariane atë është pak ma e zërshme, se desa të rekuperuash, desa të vara e këto është pak ma ndryshe, të na dikush po ka probleme edhe me shpind, se kur po e kanë atë gjilpunën që po i jepin, kena pasë raste që ju kanë jep keq edhe kam shumë probleme, nuk mundet as patikat e veta mi vesh. A ju ndihmon fitnessin këtë rast? Po, ju ndihmon, po normal, kur ban me operim, është një kohë që duhet me pauzu, atëherë me fillu, por edhe kur fillon fitnessin duhet me pas kujdes. Çka po janë ishte, tha e këzoni me instruktor, me vetë të ngohen, me bo pytje. Kur linë normal, atëherë mundet me pas diçka të vogël, po është ma letë, trupi është normal ma letë. E nëse një grua shtatzana ke ushtruti gjatë shtazzanis? Gjatë shtazzanis, por jo, kom qenë aktive, kom punu, po me ushtru jo. E gjatë shtazzanis dytë, po, fillimin e kom ushtru, po tana ka fundi dikur veç janë nisa më rëndu edhe nuk më isha as fri mirë me marë. Po është e preferueshme kështu me ushtru edhe gjatë shtazzanis? Normal, bëhet fjallë për gratë që ushtrojnë non-stop, tash nëse s'ke ushtru asnjëherë nuk mundesh me janis shtatzor. Po, mundesh me ushtru, po me mas, shoh dikush edhe për të pranë. E kemi pa, po besoj dhe ju e keni pa në për jetët sociale, gra shtatzona, të që pesha, po veç atër ato, po shkojnë për lindjen me operim. Se gjatë procesi do më thonë që ushtron ti, bebës i lidhet kërthizana që thuajmë në fyt, edhe atër ka problem me bo normal bebe, me lind normal. Atër po përfundon me operim. Apo kupton? E pse ti ndoshta s'ki ushtru të nkuan, si aktiv të nkuan, atër mu qunë shtatzani, o që apo bëj une, edhe në fund me përfundu me lindje cezariane të konë që e bën lindje normale. Unë preferoj ma shumë lindje normale, është pak proces ma i zërt, po është ma mirë për trupin. Po, duhet me pas kujdes të që tojnë populli që ka ljonë zoti shumë ma mirë është natyral. Unë kam gjithçka është mirë me mos, mos me tepru, dikush po ka qef edhe tash edhe pe bojnë për klikime, për video, për qëse. Me pas shumë kujdes. Mirë është mos me tepru, mirë është gjithçka me shku me mos, meqem, edhe s'ki me pas kur të lashe. Ama se vëq jeni të qeft edhe në profesionin e ju i të dy trajnera fitnessit, të dy në një vend pune, po kam qëtë është pak edhe një nguc. A jeni në një gjelos, për shambull, kur ushtroni? Ajo është ditëve, është una po për veti, una e kom cekën shumë edhe në emision e tjera kërë jena konë, që po jam gjeloza, po... Fillimi u konë ma i vështirë. E këzoni, a është gjelas a ju? është, po jo atë sa une. është, po edhe në rastë të caktume. Nuk është që është të mos me trajt valoj s'pëdi, une për veti ndështë që jam shumë i në zonë, më gjatë ditës, si shëjmë me të ndena ishë, jena shumë veç pun, nuk kena kohas me gjelozu. A më din, nëse s'kena arsyje, pëse me gjelozu, se të në kohë jena bashkë, të në kohë jena në punë, na mundem veç s'po di jam i thonë gjelozi, veç mundem nga tru për ndoj punë, dhe shka që s'na ka shku që shduhet, që ja. Po, sigur kjo forja që është zolla më gjenë qa me në ngruja. Ose për qikat, dhe shka që mundem nga tru, jo i qove, jo si qove, jo ja bleve, pëse si ja bleve, që se... Sa ndë t'leta. Ato gjelozit e fillimi, po besoj i keni kalu kretës. I kena kalu ato pa 7-8 vjetë. Mirë është shujze i kena arru. Mos na këthe. U për ndryshe, po besoj që edhe estradën e përcjellin shumë, edhe ka shumë prej tyre, edhe prej këtyrave publike që ushtrojnë edhe fitnessin. Çfarë menimi keni për estradën tonë për VIP-t? Cili mendon që ndoshta e kanë trupin shumë atë mirë dhe janë shambull për shoqërinë? Ka tash është trend shumë më konë fit. Dise për para së konë. Për para i ki pas këtë estradën, i ki pas bola. Në më thonë trash, si femna, që janë konë të maskume shumë, tash i kanë pi kushtojnë rëndësi shumë dukjes. A dy se sa për mu mi pa, se na kena edhe klient shumë online, të më thonë që është i përmenda produkte që i kena healthy tona që i prodhojmë, adin janë shumë të e mbajt vetën. Po tash është bo edhe problem prej këtyne operimeve, nuk për mundesh mi dalu mirë.
Abdin sa jon real, sa jon real. Abdin se në tesha nuk mundesh mi vrejt. Abdin kush e ka barkin të operuar ose të pasmet ose gjyksin në tesha, s'mundesh mi vrejt. Po, e që mundesh mi vrejt në bikini? Po, në bikini vrejet. Po, në bikini vrejet, kur është trupi i bom operacion. E në shtaj dheni jo që jeni profesionist? Jo, po, edhe një njeri normal mundet mi vrejt. Po, mundet mi vrejt se shihet trupi kur është i prekun. Adin shihet e pasmja, shihet barki, adin se kanë, për shembull ajo nëse e ka bo barkin në operacion, tu manel të gjyks ose të qafa rullat e këto shihen, se kur është barki operacion është kreti ngrem, është si mu konë një barki gumës, i plastikës, adin vrejet, po... A ka për shembull dikush që e keni vrejtje që mundet me pas, nështë ka ma shumë operim se sa fitness? Po kretë qëto më mërmendja, qëto shkanë, qëto show vizit më mërmendja, që i telejt përshin shion me... Janë me operim, a? Ka edhe për aty në që ka shion edhe kështot, Ka edhe për aty qëra, për me se unë e di vetë se vetë jëmë konë kampioni qësaj punës, e di vetë qëfar sakrificë është për me dashti me ndresë trupin deri në qatë moment Sa vjetë vynë? Vynë shumë vjetë, po vynë shumë disiplinë. Dhe më thonë lunë krejtë për mendve. Avden se duhet me ditë sa po hanë, me gram, me ko. Krejtë dush me ditë, oj duhet me ditë sa dush me pi. Njëherë me lëshu, garant rikëthejhësh. Po, qashtu që tash dhe më thonë ka avancu shumë mjekësia. Dhe më thonë nuk mundesh me dalu fort qa ka din me bo këta mjek jashtë, adin të halakatin. Së mundesh me dalu fort. Dhe njën shumë është qash e punojnë bukur një trup që nuk mundesh mi gjithë gabime, dhe thush... Kjo kash në shta po delë për shoshnin tonë, se kënej po qesim foto në fitness, kënej po janë të operume dhe mandej dikush që shkën fitness, në shatë të pëse unë s'po me bo trupin që ashtë. Po, duhet qëra fitness është sport shumë i shtrajt. Ta shtë dhe që ato operime nuk janë të lira, apo kupton edhe ato janë shtrajta. Po dikush dojnë që ashtu që e ka zhjithë që atë rrugë ma të shpejt, marë të transformimi, dikush dojnë me ko, po... Bashkë përdu mund dojnë të këntarja Dafina Zeqiri, se dim që patë shtu gëgja shumë peshe dhe ka të regu dhe vetë gjatë shtatzanis, pas taj tash që është rikëty mas 6-7 muje, ka humbë gëgja shumë peshe dhe ka ranë sykështu të publiku edhe... I ka humbë dikon 45 kg, kom po. Qëre, ti mund është mi hupë, së është problem 6-7 muje është e ka pas. Kër të kiti një genetik, kër e kiti një trup të bukur, shtatzania nuk është që ta prish fort. Ndoshta ti pak gjatë shtatzanis mundesh, po si të lind ti ki mu këthy me njera. Dhe se krejt lunë rol genetika e fem në sfar është. Aja lunë rol shumë se lind e krynë të shi veç hinë dietave, veç hinë sistemin që shekon me njerë këfilësh, që edhe kjo njejtë. Qështu që, këtë varet që sa ki ushtru, sa e marti me vetën. Se ka ushtrua, ja? Po, ki femna që s'kan uštru kor... që ka ushtru dhe ka pas trupin e bukur edhe për para. Ki femna që s'kan uštru kor, genetike nuk e kanë pas që shduhet, kanë lind... Atër për ka rol edhe genetika? Po, normal, a e lunë rol mas shumë ti. A e lunë rol mas shumë ti se shtatzania pak ta deformon trupin. është normale, barkin e këto tash ti kur e ki pas trupin e bukur, e ki ma let mu marrë dhe pet ku e konë. Po kur s'ki pas trup kur, qësh duhet, edhe shtatzania, atër duhet ko shumë për me ndres trupin. Nëse nuk mundesh mu bo më njëra, është problem. Cilat janë kërkesat e klientëve mas shumë dhe që vinë të kjo? Qka lypin mas shumë dhe me u dëpsu, me u fërmësu, apo qka? Po. A di qka lypin, që për të regojnë, thojnë, kënej këtë jo mirë, veç barkin du me jekë. Krati ko mirë, komti ko mirë, mrapa i ko mirë, veç barkin. Nuk është se kërë ti barë... A shuni për që ashtu për shkët të brisko? Po, dhe ma sirë. Qara, veç logikisht një njëri normal, kur ki bark, më thonë, kur ki bark, ti kërkas si e mirë. Ti kërkas si e mirë kur ki bark. Po ti me ndën që je mirë. Nëse mundesh mi pas me të pak të mbushne, e trinë farmerkat ma bukur, po heki ato krejtë celulit je. Ti kur ki bark nuk je mirë. Kur s'ki bark, që atër je mirë, që atër e ki trupin gjithë ka fit. Në më thonë, me kra, me krejtë që shduhet je. Po, ka shumë kërkesat qëdiqme, për njerëzë për se kupto. Ka që ashtu që vinë për du veç barkin, ftyrën për du që shumë me pas, s'për du më mu ligë ftyra tash. Na nuk mundem ashtu, se trupi vet e largon në dhjamin
ku është të arsyeshme. Abden, mund është ashtë i veç barkin me sulmu. A i ka me hek dhjamin, kur hinë procedurë dietes, e hek vetë trupi, ku ka nevojë, është vetë. Në aty së mundu mu përzi. Po, na du të mi kuptu, se ka shumë njerës që nuk din, nuk adin, për shka Po përse që ju jeni ata që ja jep një mande informacione, po dhe ja spjegani. Të një raton. Po që kjo kërkesa mas shumë të që për dopsim. Sidomos që ta është në qëtë kohë. Dimrit është shumë kërkesa ma. Që më thot Migera, ta e din që është uar sezoni verës, në tash... Po, tash sezona fillan, ndarësma tash kena puna për një muj, për 2 javë mi dopsu njerëzit. Kena pun tash janë nisin ato, jo e kam kanazhezhen, jo e kam banketin, jo... Ka kërkesa që deshme, po na duhet mi u përgjish, mi u ndajt gati sot kem mundësi. E po besoj që ka edhe prej tyre që ju pyetsim, për shembull, okej, po filloj fitnesse, po për sa unë mëj me arrit që trup ideal për shembull. Po ka kërkesa çuditshme, po unë të kallzova që është tash që jam rrill shumë edhe i kritikoj shumë, unë kam qef më kallzu edhe për ka shpenzimet, se një trup të mirë me dash me ndresh për një me ka shpenzime. Se nuk bën me ndresh trupin me qebapa, byreka, kësisë në vlen. Ose chips, ose bake rolls, a qka hajnë femna. A kujdeseni ju të dytë për dietën, për ushqimin? Me u dërgu klientava, po. Ju për vete kështë? Po, normal, duhet më kujdes. Na edhe pse e kena puna qëra ushqimi mirë, dë bën mundi mirë, kur hanë mirë. A për kuptan? Ndihesh mirë, je person tamam që duhesh, sjellin e kitë mirë. Ti kur hanë keq, ndoshta e ki vrejt edhe vetë, kur hanë diçka rënd, je nervoz, ndihesh i rëndum, ki qep veç me flajt. A kupton, këto e luajnë rol shumë. Edhe unë ju spjegoj klientave, ju bëj që për me dasht me regullu një trup kushton, a vden se ushqimi bio kushton pak. Po ma vonë është shpërblehet. Ma vonë. Ushqimi ata janë edhe suplimentet, se njerëzit mendojnë që me 20 euro me pagu vetëm sallën që është shfrytëzon, mendojnë që vetëm me që ata vjen aty jep ushtron, edhe me që ata dopsohet, apo kupton, ti duhesh edhe... është sport shumë i shtrejt. është sport i shtrejt, duhet... Proteina të ki fjallën me i përdur? Po, proteina, suplementet. Suplementet, po. Po ato nuk ban, ato du të mi marrë gjithësysh, nëse dënë me ndresh një trup. Ato nuk jonë dëmshme. Po, se realisht na kur nuk mundemi me hangër në shtap, qatë sa duhet proteina? Duhesh me marrë proteinin, sa ki trupi jëtë, sa dënë. A vëden 2 gram protein në kil shkan. Këta shumica nuk e din. I marri 25 gram ose 30 gram protein, thatu në bëll. Ajo është shumë pak. Se na prej thonit deri të flok jena protein krejt. Na du të me marrë protein. Se zbën trupi janë pa protein. E shumica nuk marrin protein, edhe të nëshin nuk shojnë sukses, dikush e len, dikush s'po di, avden, duhet me ndigu, dikon që din pak, duhet me ndigu. Kështu në përgjithësi si shoqni, jemi mirë me fit, se e përmendet që tashën këtë kohë, këgja fit po jam, po... Une e ceka ndështë edhe më erët, une jam dikush që mbi 15 vjetë trener me pages, se ma shumë kom karierë që marrë me fitness, po me pages jam që 15 vjetë. Prej kohës pandemis, do më thonë që shka mbaru pandemia, njerëzit kanë fillu shumë më marrë me sportet ndryshme dhe me vetë për ushqimin, adin më kujdes ma shumë. Ma për para nuk e kam pas, ma për para veç kanë orë kanë ushtru, si u kanë di fort për ushqim. Tash, po më pëlqen se bojnë pyetje shumë, adin jonë i shonë për postime, qesin të nkohen, të përgadit healthy, të hunger healthy. Adin ja kanë kushtu pak ma shumë ushqimit, edhe që ashtu duhet. Ushqimin duhet me këshyrë shumë. Se qka hambosh? Këtu përbësej që të dytë kujdeseni edhe për vajza, që edhe pse janë të voglja, me ushqy shëndatshëm. Normal, se na në shpe, për shembull, une kur e blej hargjin, na nuk blejmë hargj të kesë, se mu janë edhe mbara me blej hargj, abudin. Na, ndë një hen, ndë një vikend, mundem me dalë, mi që vajzat edhe për veti, adin me shkun dikun ndë një kant lodrave, mushi, ndë një pizza, diçka po, këshut gjatë kohës, 80% t'javës në ena në disiplinë që shduhet. Se duhet më konë pasqyra dikuj tjetër, me motivu dikon tjetër. A ka, ndoshta mas edhe veç jeni vetë prindër dhe për edini këtë procesin e ushqimit e të ushqyerit shëndetshëm, ka
për shembull, prej prindve që e shihni dhe ju vetë me sy që bojnë shumë gabime sa i përket ushqimit të fëmijëve, çysh i ushqejnë, se tash për një me po ka edhe fëmijë obez që po janë. Kam, na kena palestër shumë që na prujnë fëmijët me mbi pesh, 10 vjet, 12 vjet, ka shumë kena. Po ajo është gabimi i familjes. A vjen se fëmia han çka ka në shtëpi. Apo kupton? Që të na vajzat ton hajnë votë zima, orez, që si sende, çashtu që e mësu, a vjen, tash ti ata familje tjera në varet ke qa përgadisin, tash fëmija që ata hanë që e sërvan. Po është vështirë me punu me fëmijë, për shembull, kur vinë mbi pesh? Vështirë është se duhet me pas shumë kujdes. Abdin se ajo është fëmijë. Abdin nuk mendon që na kena për të mirën e tina, po ka pas rast që ka kajt edhe në pistë vrapimit. Abdin në trakë. Tu fole, lembet e haqet, lembet e haves një hamburger, abdin. E pse s'po më lene, ja ka njës me kaq aty. A vëdin, se unë kom qef shumë më konë strikt për me kallëzu rezultat. A vëdin, se une të hollat për një me, na kena punë, kena klienta shumë, une kom qef me pas sukses shumë. Se kur kom sukses, të hollat, pagesat i kom të garantu me atëre. Ma shumë e du suksesi. E që ata jam shumë strikt në biseda me ta, ju ndimoj të në kohën që ka nevoj. Qështu. Mi gjera një këshim nësha që ja kështë ja krejt grave, së do mos nanave treja, që sa po kanë lind? Një këshill, kushtoni vetit rëndësi, merruni me veten, duajni veten, ushtroni, mos u ndalni për veç që keni lind edhe tash os po muj, më bonan, s'm ka hije, veç ushtroni, ndihuni mirë mas pari me vete, atëherë vjen edhe fëmija, vjen edhe Po, se realisht kur kryesor është mirë kur ndihesh mirë veten, atëherë ki kohë edhe më marrë me tjertë, ki kohë më marrë edhe me beben, me përkushtu beben. Kështu prej styre kju i kritik që shpjo dok na une? Mirë. Nuk është që ushtraj, po kështu që shpjo dok. Mirë, që shtu në tesha mirë po dokësh. Tesha mirë. Pat po më duke të shumë në tesha fitnesset dhe zë bikine. Aty fitness Aty të hepim dote. Fitness na i shojmë këtë gabimet. Se e kena ndryshimin ekstrem të malë. Aty krejt shiet. Edhe pas shqyret i kena. Aty s'ka shans me i kur gjo. Aty kush vjen, e shë veten ka është. Për ka kondicioni, se mbartë ushtrimet, edhe e këshyr veten aty. Edhe të nëshi, na duhet me hi shumë serios edhe me këfil. Që kur vjen vera, ja mu knash. Që asnjëherë nuk është boll. Adin, të të kohën sarë shë vetën që jetu përparu, ta dënë trupi prap. Jo, po duhet edhe pak. Mu formu edhe pak, edhe pak ma mirë, edhe pak. Ama është të vërtet që për shambull, nëse veç jetu ushtru, me bu me lion, për shambull 1 muj dë, kime u rikëthy në gjendjen që që ka në shatë më pashme. Jo krejt, po... Po më vare ta shkrej që shrin... Tup kondicione... Po, kondicioni pak, po nëse ti e më ushqim apet... Që ato 2 mujt, po... I kontrolon kalorit, sa du të mi marë, proteinin dhe këto që është aspekt gova... Cile ka të sështë të ushqimi, po... Ushqimi është baza, s'ka. Kush me ndonë që pa ushqim të mirë mundet me bo trop, une, s'po di qa me thonë. Letarën. Pa që ka, s'ka shansa, hiq dhe të ushtron a i 10 herën dite, pa që ka. Ani hajtë ti përmendim pra disa, qka duhet me pas parasysh të ushqimi? Mës me angër brumna, hiq? Qara unë nuk po thom, hiq. Se brumin ka njerë mundesh me hongër, ndaj vikend, me një pizza, adin se nuk prish puna e kërgjesh, nëse ti hanë një herë një javë, një shujt në ditë e keq. Kur gjo se dalon trupi, ata ish. Po, gjatë javës më konë ti duhet më konë shumë i disciplinum. Brumin duhet me hekë repsisht gjatë javës. Ombelsinat, langjet e pëmve, këto që kanë të marketave, këto duhet, se kanë shumë sheqer. Me pëmë, mësë më të prusë edhe pëmë përmbajnë sheqer. S'po di që ka pjetë e gazume, macchiatot, qumshti, këto janë shumë që e rrisin, kanë kalori. Do shmë hongër sa ma shumë ushqim pas. Ushqim që ka pak kalori, shumë protein. Ta është gjithë shka e letë. Në gjithë produkt shkruun shka ka, sa ka, qësh ka. Jo është me marë produktin me qelë edhe me hongër. është mirë edhe me ledzu shka e ka hanë, vëlla, vdin.
Din, a me këshyrë mas pari a ka afat. Ka njerës që se këshyra ka afat e gjveç e qele dhe hanë se është undë. Bile edhe shumë prej produkteve tash që po dalin që po janë shumë kancerogjene. Po, do të me pas kujdes. Tash, ushqimi i pastër është shumë ushqimi mirë, po shumica pe këshyrin shijen. E krejt ushqimet që ka në bio nuk kanë shijet mirë. Apo kuptan, nuk e kanë shijen e mirë. Po, na do të me këshyrë shëndetin, se që ajo është primare për neve, se ma vonë dikur, nëse se këshyrë tash shëndetin, ma vonë dikur kimi këshyrë fakturat e shtrajta spitalit. Këto ja kitë garantume, nëse qëtash së kujdesësh. Po, problem është ushqimit e njerëzit është problem. Problem. Në është ta kemi me u vedisu. Po, mirë është mu vedisu, mirë është mu kujdes, po, s'po mund është mu përzi. S'po mund është mja ndalë së gjuki njerëzve. Në fund, para se me përfundu, për duhe ndalë pak tek Big Brother VIP Kosova, se po besoj që e krejtë dhe jemi të njohë me banorë dhe i dim. Ka për tyre për banorëve kush me ndënit që ka kështu trupin ma të mirë? Për banorëve, ose dhe që ka ndalë, ose dhe që ka në medë? S'po di. Qalet folë mërgena, sa Që kanë dalë, u konë një ma herë, tash s'pëm kujtojt emri, a i pari që është dalë, a i me fluk në gjota, a i u konë aktiv, s'pëm kujtojt që që ka nuk e di emrin, po shike që Gjetuari. Po, palestru mirë, po shike edhe që ushtrejke të nkonë edhe bëllu mundoke i ngrati me ushtin qef, këtën e tjerëve me ushtru. nuk e di ja konë edhe trajneraja, se di e që... Nuk e di që u konë, po e sërë do më thonë që e këqësha Big Brother, o dalë të nkonë du ushtru. A i ka pas trupin e mirë, prej femnave, tash... Dolce? Po, tash... Ka trupin e mirë? Po, Dolce, ka trupin e mirë, po edhe ajo nuk është që s'ka ndërhyrje. Vret që ka ndërhyrje, sidomos pjesa e gjoksit. Eliona, si edhe e rejtë, është ashtu fit, po, është fit. Eliona, për i djemve apet, s'po di, se djem Klodi. Lëndrimi është fit. Lëndrimi fit. Klodi, po. Qëra, jonë trupat mirë, nuk është janë shumë Tash edhe Hygerta, të marë parasysh që është print, ajo. Po. është nane një vajzës, edhe ajo ka trupin e mirë, është fit. Janë ma shumë fit. Nuk është janë shumë ashtu të palestrum, adin tamon që duhet, po janë fit, janë normal. S'po di, mirë, nuk është kash. Okej. Mirë. Sonde kismet kena me shku mi ushtru mrenda aty. Apo a? Po, edhe ta që këshyrim që shi kanë punë me kondicionë. Okej, që aty pas këtë mëjt me po nga ofër. Që aty i shohem nga ofër. Qysh i kanë trupa shu taman, se edhe prej televizorit. Ja, normal, edhe televizor, po përgjithsi janë mirë, nuk është që janë fit jo. Normal që duhet me mbajt vetën, se ata janë, në më thonë, personazhe publike, dush me pas kujdes, shumë që është del para ekranit. Çdo njeri, na çka kem, çka jepim, çka jem pak ftyra ma publike, na duhet me pas shumë kujdes. Pa tjetër. Shumë duhet me pas kujdes. Se trupi ka vlerë, qëtë ndryshe kur e ki trupin e mirë. Na din paraqitesh ndryshe të tjetëri. Të shekret ndryshe. Kur të shemë me bartë malë, thot, qka me bomër me tonë, qka me folë me to kështë. Kështë pa gjopi tina isë. I guci këta pak me bartë malë, se kom qenë një motivu, mi shtimu, ushtru, mu marrë me vetën, po. Faleminderit shumë, Migena dhe Gzan që këtë sot edhe bisedum pak edhe për shëndetin, edhe për fitnessin, edhe për jetën e juve sa personale, që faleminderit shumë që keni uarë sot.